Partia Socialiste kërkon bashkëpunimin e palëve të tjera politike në mënyrë që të zgjidhet ngërçi avokatit të popullit, i cili tashmë vijon prej vitesh. Pas mbledhjes së grupit të deputetëve, Tauland Balla theksoi se ende se kanë një emër që ta mbështesin pasi presin kandidaturat. Propozimi im është institucionalizimi i një komunikimi opozit-mazhorancë në funksion të dhënies fund të kësaj situate të papranueshme. Nuk e ka sot një emër për ta mbështetur, për shkak se jemi ende në fazën që shprehen interesin gjithë ata që mendojnë që mund t'japin kontributën e tyre për të qenë avokat populli. Sa i përket propozimit të kryedemokratit Sali Berisha për ndarjen e parlamentit në 2 dhoma, atë të senatit dhe të deputetëve, Balla shpjegoi se të gjitha këto çështje do të diskutohen në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Partia Socialiste e Shqipërisë, grupi i saj parlamentar, të gjitha këto propozime synojnë që të adresohen nga komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore. Për buxhetin 2026, Balla theksoi se pritet që ta përmbyllin brenda 15 ditëve të para të dhjetorit për të lënë mundësinë dhe bashkive që të miratojnë pjesën e tyre.